Filmi pretendon se i duen skena dhe i duhet skenografia, si më thënë, e vitit 73. Dhe nisur me këtë ide, kanë bërë disa, po t'i quajmë prekje, ndërhyrje për të ndryshuar dhe për ta ndoshta për ta bërë si në vitin 73. Mirë po kjo ka shumë probleme. Problemi i parë kryesor është ky, që në qoftë se ti do ta bësh në vit, siç ka qenë në vitin 73, ti duhet të shkatrosh shumë çka. Sepse për shembull këtu janë 2 pallate që ju shikoni dhe në vitin 73 ai pallati i Kuq që është atje nuk ka qenë. Po si do ta prishim pallatin e Kuq që ta kthejmë te viti 73? Për shembull, një pikë pyetje. Po ashtu, duhet të tregojnë atë që quhet muzeu në hyrje që kanë parashikuar ata që mund të bëhet, dhe këtu të vish të ndjesh atmosferën, ta zhvillosh pastaj me imagjinat, të flasin dhe këto ndërtesat këtu, të shembura kështu të rënoja që s'duhet të ishin rënuar, flasin shumë dhe për këto 35 vjet, për pandjeshmërinë. Është dhe kjo pjesë e historisë tonë. Shpaçi ka jetuar 23-4 vjet, nga 67 në 91 në kohën e regjimit dhe është rënuar këto 30 e kusur vjet. Mjaft të shikoj atë që ishte në fillim, që ishte e bardhë dhe suvatuar, dhe pastaj me që u ngrit zëri filluan ta bëjmë ndryshe, ta zhveshim, ta bëjmë si të vjetër, me një fjalë, aty tregon dhe hipokrizinë e kësaj narrative, sepse që të jemi realist. Në qoftë se ti do ta bësh filmin siç ka qenë në atë kohë, ti këtë ndërtesë do ta bësh goxhat mirë. Unë kam debatuar atë dhe personalisht me ata që kanë bërë këtë deklaratë. Ata nuk janë të sinqertë, sepse në qoftë se është një projekt muze, ta bëjmë muze ku për mendimin tim, kuptojmë me muze, kuptojmë atë shtëpinë muze që ka aty që është hyrja komanda, dhe ndoshta do të ruash disa gjëra që do bëhen këtu. Ata duhet ta kishin bërë gjithë projektin. I gjithë projekti duhet bëj sa kushton, gjithë dhe pastaj me faza. Ata vetë fakti që e bën një herë me suvat bardhë dhe pastaj shkuan e bën një herë dritare, pastaj nga dritare e bën derat, tregon që ata s'kan as projektin se ç'a do bëjnë. Për mua ka qenë një improvizime sipas nevojave që ka imagjinuar regjizori dhe hajt të lyhem këto atje këtu. Dhe jo një ide e mbaruar që pastaj mund të vazhdoj me faza parë, faza dytë. Kështu që duan të justifikojnë filmin për mua dhe prishjen që po bëjnë me muzeun, ndërkohë që projektin e muzeut e para si vizion e kanë të qartë që duhet jetë vizion arkeologjik që kanë thënë italianët, ku të ruhen, të konservohen, pra i det. Dhe këtu çfarë ka ndodhur tjetër? Në qoftë se ti do ruash, do konservosh. Ti gjë e parë që duhet bësh, që të ruash, konservosh, është të forcosh çatitë e këtyre ndërtesave, që të mos shkëm nga uji nga gjitha ato, sepse aty uji infiltron uji dhe rrezikojnë të shëmben.